të 3 vjeç, raportohet të ketë therrur me thik bashkëshorten e tij, Sabrina K, 31 vjeçe në Gjermani. Si Dorasi, ashtu edhe viktima janë nga Kosova. Gazeta Bild raporton se viktima ka pranuar 5 therrje me thik. Sipas gazetës gjermane, Samson dhe Sabrina kanë qenë të martuar për disa vite dhe kanë 2 fëmijë, një vajzë 4 vjeçare dhe një djalë 7 vjeç. Raporti mes 2 kosovarëve ka qenë i qarë për vite, duke u thënë se ka pasur edhe mosmarrëveshje të vazhdueshme. Në vitin 2024 burri ishte ndaluar që t'i afroj gruas në perimetër prej 100 metrave, por këtë masë kishte shkelur Samson për 4 herë. Derisa gjatë ditës së djeshme, burri raportohet të ketë shkuar për të marrë vajzën në kopsht, por nuk është lejuar nga menaxhmenti. E më pas, kur gruaja e tij shkoi për të marrë djalin në shkollë, në praninë të tij e kishte therrur bashkëshorten për vdekje.